Lloji i dytë, personalitet i dopt me gruan e tij. Ky lloj është krejtësisht i kundër me llojin e parë. Në llojin e parë e vërejmë se si burri e filion gruan për familjen e tij, ignorancën dhe epshet e tij. Ndërsa në llojin e dytë do të shohim një burr që e filion familjen dhe jetën për gruan e tij. Ky lloj i burrave i adhuron gruas jetën e tij, mendjen e tij, jetën e tij, i nënshtrohet asaj tërësisht. I respekton urdhresat e saj dhe i përgjigjet të gjitha dëshirave dhe nevojave të saj. E flijon për atë çdo send, familjen, fisnikrin, burrërin, dëshirat e tij dhe krejt botën që ka e rrethon. E harron porosinë e Zotit të tij që të i respekton prindrit dhe të sillet mirë me ata. E harron flijimin e prindërve të tij që ta edukojnë, ta rrisin e ta shkollojnë vetëm se për hir të gruas. Na rrëfen një nën dhe thotë: "Jam nën e një djali që e rrita me shumë vështirësi. Babai i tij ndërroi jetë herët dhe unë e sëmur tentoja t'ia plotësoja të gjitha kushtet. Sot jetoj së bashku me familjen e tij, por më detyron që të jetojë vetëm në dhomë, të ha vetëm që mos të i pengoj atij dhe gruas së tij. S'më lejon të largohem prej shtëpie vetëm se 1 orë në ditë, dhe atë duke më shoqëruar shërbëtorja. Jetoj e vetmuar dhe çdo moment e pres vdekjen. Më duket se jam e burgosur dhe e kaloj kohën e dënimit në regjim izolimi, ndërsa biri im është ai i cili më dënoi dhe më burgosi."